këmbët e njeriut nuk mund të lëvizin ditën e dhënies së llogarisë. Pra nuk lëvizin prej vendit ku çdo njeriu të japë llogarinë përpara të Zotit subhanahu wa taala derisa të pyetet për kohën e tij. Thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam: la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al 'an arba'. Dy këmbët e robit, dy këmbët e njeriu të personit nuk lëvizin nga vendi i dhënies së llogarisë derisa të pyetet për 4 gjëra. An umri fima afna. Pyetet për jetën e tij, si e ka kaluar atë, si e ka shfrytzuar atë. El-umr është mosha, është jeta. Wa an shababihi fima abla. Pyetet për rinin, si e ka kaluar. Wa an malihi mimma iktasabahu wa fima anfaqa. Pyetet për pasurinë e tij, si e ka fituar, për mënyrën e fitimit dhe ku e ka shpenzuar. Wa an ilmihi madha amila bih. Dhe pyetet për diturinë e tij. Ai se i ka dhënë Allahu, se çfarë ka vepruar me të. Pra janë 4 pyetje, 2 prej të cilave gjysma janë të lidhura me kohën. Pyetet për jetën e tij, si e ka kaluar, si e ka shfrytzuar, dhe pyetet në veçantë për kohën specifike të rinisë.